teksa jam me bien time këtu që po bëjmë 2 hapa, doja t'ju thosha, nuk do që të dalë në video, por doja t'ju thosha numri 72, po i tregoja numri 72 bijesime, sepse numri 72 është i rëndësishëm për njeriun, por është i rëndësishëm edhe në financë. Por fillimisht do t'ju them numri 72 që është i rëndësishëm për njeriun. 72 janë rrahjet e zemrës, 72. Dhe 72 janë zodiakët, me fjalë zodiaku i madh, 72. Por 72 në 72 orë është e rëndësishme sepse 72 orë njeriu ikën, pra shpirti njeriu largohet nga kjo jetë. Dhe 72 në financë, po ju thosha, është tepër i rëndësishëm. Tani tregohet edhe për 72 javë, madje edhe për 72 vjet. Tregohet që ka një cikël që krijohet, është e krijuar direkt për njeriu. Në fakt nuk shpjegohet fakti që pse numri 72 është kaq i rëndësishëm në financë. Unë do t'ju them. Numri 72 në financë e tregojnë si numrin e mrekullive, sepse është numri që përcakton rritjen ekonomike në financë. Në fakt, kush e njeh mirë financë, padyshim shumë për ju shka, e di shumë mirë që numri 72 është pikërisht pra ai numri që rrit ndërgjegjësimin dhe rrit jo vetëm parat, por edhe ndërgjegjësimin e dikujt që futet për herë të parë në biznes. Mirë po, 72, siç e thash, do t'ju them një rast që është tepër i rëndësishëm, sepse edhe frekuencat e zemrës që janë 72 rrahje, por edhe ajo e njeriut që kur shkon në botën tjetër i duhen pikërisht 72 orë. Nuk e di e dini këta apo jo, nuk e kemi thënë ndonjëherë këtu sepse kam folur vetëm kështu për ciptazi në disa raste, por duhet teksuar që në numrin 72 është po ta mbledhësh 72 bën 9 dhe numerologjia është tepër e rëndësishme sepse numri 9 është numri totalitetit ose numri final. Sepse duhet të dini që nga 0 deri tek 1 0 nuk llogaritet, po llogaritet nga 1 deri tek 9. Dhe 9 nuk bën gjë tjetër veç se përcakton fundin e numërimit, sepse çdo gjë fillon nga e para. Pra është fillimi dhe mbarimi, ose më mirë si thon ndryshe i thon alfa dhe omega në të vërtetë. Por nuk doja ta thosha këtë fjalë, megjithatë është shumë e rëndësishme sepse numri 72 tregohet që është fillimi dhe fundi pikërisht pra edhe në jetën jo vetëm të përditshme e njeriu, por lidhja e jetës kësaj jete me botën tjetër. Pres komentet tuaja çfarë mendimi keni për këtë argument dhe nëse dikush për ju ka numrin 9 në finalen e numrave të datës së lindjes së secilit prej jush. Është serioze kjo dhe doja t'ja u tregoja. Kalofshi i bukur ju